nuk bojkoton Partia Demokratike. Ne jemi në kushtet të një regjimi autoritar. Ne jemi në kushtet një diktature autoritare, në të cilat ligji dhe kushtetuta e një letër e vdekur. Por, duhet jemi shumë të hapur. Ose duhet vazhdojmë betejën e këtë hapësirë që kemi, ose duhet largohemi nga kjo hapësira dhe të kalojmë me metoda tjera. Por ne jemi forcë demokratike. Ndaj dhe ne qëndrojmë edhe në të hapësirë të kufizuar. E Dirama do feston të në qofë se ne do bojkotonim. Por ne nuk do japim atë kaqësi atij. Ne do ta luftojmë atë çdo orë, çdo ditë, kudo që tjetë. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do tjetë ky një kandidaturë politike e Partisë Demokratike, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidaturë politike e koalicionit, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidaturë e pavarur që do e mbështesin të gjitha partitë e koalicionit, apo nuk do jetë? Pra, ku është konfluimi më i madh? Do më thënë, ujdia më e madhe. Në cilin model? Por ne, kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit, dhe ne nga gara nuk të hiqemi.